Por ndërkohë ajo që tashmë është e ditur dhe është bërë e ditur zyrtarisht nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, presidenti i zgjedhur, është fakti se Mike Pompeo dhe Nikki Haley nuk do t'jenë pjesë e administratës së tij, dy emra shumë të përfolur gjatë këtyre ditëve, por dhe që kanë mbajtur funksione të rëndësishme gjatë presidencës së parë të Donald Trump. Ai ka theksuar se ata nuk do t'jenë pjesë e administratës së tij përmes një reagimi në rrjetet sociale. Më pëlqeu shumë dhe e vlerësova shumë punën me ta më parë dhe doja t'i falenderoja për shërbimin e tyre ndaj vendit ton, ka shkruar në një postim në rrjetet sociale. Aleatët më të afërt të Trump kanë akuzuar Haleyn dhe Pompeon se ata do të minonin agjendën e tij Amerika e para. Ndërsa ai hedh bazat për inaugurimin e tij me 20 janar, Trump do takohet me presidentin Biden në ditën në vijim. Haley është sfiduesja më e qëndrueshme e Trump gjatë zgjedhjeve paraprake republikane në fillim të këtij viti, kur votuesit e partisë po vendosnin se kush do të ishte standardi i tyre i shtëpisë së bardhë. Ndonse nuk është befasi që Trump ta përjashtonte Haley nga administrata, ish drejtori i CIA-s Mike Pompeo ishte përmendur gjërësisht si një pretendent për sekretar të mbrojtjes, por zërat me ndikim brenda botës së Trumpit kanë lobuar kundër Pompeos dhe Haleyt. Haley shkrojnë dhe se i uron atij sukses të madh. Isha krenare të punoja me presidentin Trump duke mbrojtur Amerikën në Kombet e Bashkuara, shkroi ajo në një postim në X të shtunën. I uroj atij dhe gjithë atyre që do të shërbejnë suksese të mëdha për të na çuar përpara drejt një Amerike më të fortë, më të sigurt gjatë 4 viteve të ardhshme, tha ajo. Përgjigjja e Haleyt erdhi pasi Trump shkroi në Truth Social për të deklaruar se ishte ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara, si edhe ish sekretari i shtetit dhe drejtori i CIA-s Mike Pompeo nuk do të ishin pjesë e kabinetit të tij.